Përshëndetje gjithë juve që jeni me valët 102.2 është ky edicioni më i ri emisionit ta Acoustic Night, ku realizohet çdo javë, çdo të jetë prej orës 19:30 deri në orën 21. Ora 9 Mazdork. Bashkë me Hysén Kavexhiun. Dërgoj për 25 vite sa kam eksperiencë në radio. Thjesht personazhi sot ka qenë pjesë radio, zdeshti apo zdeshti kjo kanë të sajra gjithmonë kanë qenë playlistet, edhe janë këngë që transmetohen sot asaj dite, kanë shumë deshë të kanë sonte Eliza Hoxha. Knaci shumë, faleminderit për ftesën. Mirë se ke ardhur. Faleminderit. Me kera po? Po me kera deri këtu se qysh më ardh në arbërim njeri. Transport publik nuk ka këtu. Patjetër. Ja vojmë të qysh me tren, rën tjetër. Eliza, gjatë realizimit të emisionit të Acoustic Night, shpesh edhe artista të ri që kanë ardhur dhe kanë performuar ato këngë të juve. Unë po besoj që nuk e di se ti si e ndjen veten, megjithatë ka shumë pak artistë të viteve të 80-ta, të viteve të 90-ta që artistat e ri performojnë ato këngë, po kur ti nin që këngët e tua performohen prej sidomos prej këtyre trive që janë në Akademinë të Muzikës, si e ndjen veten? Me të thonë drejtën e para, që më pëlqen edhe më bën me uni mirë, është kur i ndëgjoj që alal shohen në radio. Edhe ndëgjohen prej grupmoshave të ndryshme, që flet që kena bo një farpune të mirë, me që kanë mbjetu ka gjatë këngët e tona. Edhe shpesh më ndodh edhe me ndëgju këngët e mia në formate tjera, disa prej tyre do më thonë i kam bu remix, pendimin, meritëm do të vazoj, kthehu, njerëz të ndryshëm do të thonë ju kanë jap një jetë tjetër këngëve të mia, i kanë përshtat për kohën edhe për stilin e vet, dhe ajo po ashtu më bën me uni shumë mirë. Po në anën tjetër, në shumë ndaja që edhe ku shkoj, po edhe ku nuk shkoj, zakonisht ma bojnë tag njerëzit e ndryshëm, i ndëgjoj kur këngëtarët e ri i këndojnë disa prej këngëve të mia. Biles një natë ishim në Urban Lounge, edhe ishte një vajzë duke këndu këngën tem kur unë hyna. Edhe dy prej muzicianëve aty ishin dy prej djemve që kanë qenë në bendin kur unë kam këndu dikur. Edhe unë i përshëndeta ata të dy, edhe më përshëndeten këta tre të tjerët që ishin më të ri edhe këngëtarja nuk e dinte se kush jam, edhe i thash motrës, kjo sigurisht se den që qënë jam që ajo Eliza. Miro, i thash shuj se Miro. Jo, pak hajgare, po edhe kjo është fare pak e rëndësishme. Rëndësishme është që këngë kanë jetu, edhe njerëzit i ndëgjojnë, sado që ne sot jemi bu një farë shoqënie kështu homovidenca ma shumë në idenë e njerëzve të imazhit edhe të fotografive të shpejta edhe të informacioneve të shpejta, fakti që njerëzit i ndëgjojnë ende dhe i këndojnë edhe interpretojnë formën e tyre këngët e mia më bën të lumtun shumë. Unë po besoj që faktikisht ka qenë një gjenerat interesant ato vitet 2000 kur keni fillu janë bërë shumë, ka pas edhe tjerë këngëtarë që keni dhënë ndoshta një frym tjetër deri në atë kohë një muzikë tjetër që ndoshta ose thjesht ka qenë një stil pak ma klasik. Ndërkohë që ju keni pru një frym pak ma moderne. Edhe po besoj që për shkak të asaj edhe sot do të rriti i knojnë ato këngë dhe janë shumë të pëlqyeshme. Nuk di me definu, me thonë drejtën, po diskutimet e mia për shembull me Enes Preshevën ka nis para luftës. Edhe çdo 96-7, nëse s'gaboj, unë kam qenë pjesë e show festit në atë kohë para luftës. Edhe Enes Presheva pat fitu vendin e parë në mbrëmjen e muzikës moderne. Unë e mora çmimin debutuesja më e mirë dhe bëj hajgare në shtëpi, u thonë shkoj jeta tu debutu. Debuton si fëmijë, debuton akordet Kosovës, debuton showfest. Edhe dyshish po na kemi qenë gjenerat e tillë, do të thonë e thymjeve për plasjeve, mandej na largun prej shkollave, prindë mi edhe prindë të tjerë prej punave, kështu që na kemi bërë jetë jashtë institucioneve. Edhe mandej njerëz të caktuar janë mundu me ndërtu platforma në cilat ne mundemi më shpreh. Edhe unë në nisën e kom njoftu në atë mënyrë dhe prej atër kanë qenë ide që me bo diçka, se ka qenë trend atër me bo album. Por, në të shtata e tutje mandeve që të më thonë situata ka shku dika tjetër, konflikti është më thonë dinamizu luftave që ka qenë aty edhe që me thonë drejtë ka qenë tepër egoiste me mendu që munduna me bo një album në ato vite. Pa qka që në vitet të 90-ta i kom disa paraqitje, për shembull në Zambak Prizrenit në 94-tën me vllaun tim Fatosin, këngën e babit në Showfest me këngën tim, andej në kënga jonë, prap një këngë babit. Më thonë qështu, do më thonë të tentu gjithmonë me bo diçka.
Edhe mandej mas lufta ka qenë qaj premtimi i para luftës, që duhet me bu albumin. Edhe mas lufta mandej ka qenë i farë realizimi i plot ëndrave të mia të tjerëve që kanë mbetur në sirtar për shkak të rrethonave të 90-tave, edhe të luftës, edhe që sado që mendoj që në sytë e dikujt ka qenë vonë, sepse në albumin e parë kom bu me 26 vjet, e sot ishe vajza tu i bu albumet me 14, 16, edhe kush do një produksion që do me investu në dikë, nuk investon në dikë që është 26-30 vjeçar, po investon në dikë që është marrë. Po, sepse do me nxjerr prej atij produkti edhe investimin edhe me mujt me shty përpara me tjera projekte. Por thjesht nuk kom dash me abu vetës ëndrën realitet, edhe me përmbush qatë dëshirën time, edhe si duket me qatë energji që shë kemi bo albumin, edhe që shë kemi punu me Enisin, me Memlin, kretarin e Parisot, që ka qenë tek shkruesi i këngëve të mia dhe në albumin e parë dhe në albumin e dytë, edhe me plot kolegë të tjerë, do më thonë aty në produksionin Positive Entertainment, ne mendoj që kemi bu një punë të jashtëzakonshme. Edhe albumi jam, albumet e tjera që ka qenë albumi i Jehonës, i Ritmit Rrugës, i Marigonës, i Alma Bektashit, nëse s'gaboj, plot albume kanë dalë mandej një mas një, kanë qenë një farë shkundje për një trend të ri, po ato më shumë e kanë sjellë qatë energjin edhe vullnetin dhe dëshirën e mbajtën pengët viteve të 90-ta dhe qaj shpërthimi, me thonë drejtën, ka qenë qaj shlirimi edhe artistik përveç shlirimit ekzistencial që ne kemi përjetu, edhe për një me vitet e mas luftës, dhe me thonë 2000 tutje kanë qenë jashtëzakonshme në prodhimtarin muzikore. Nuk them që nuk ka dhe sot është tjetër trend, tjetër mënyrë e mendimit edhe e perceptimit edhe të interpretimit muzikor edhe që shkruan këngët edhe që shënjekin logjikën, e fare pak e rëndësishme çka më pëlqen e çka s'm pëlqen, sa është e rëndësishme që ne kemi lënë një shenjë me punët tona në atë kohë, dhe nëse sot këngët tona vazhdojnë edhe ndëgjohen dhe interpretohen, mendoj që ajo shenjë sot është evoluosur, ka një fundament trashëgimor që ne kemi lënë, edhe unë jam e lumtur për atë pjesë, por çka më bën po ashtu me unë i mirë është që dyshysh edhe po e bune një album të ri edhe po se bune për mu në herë është pak e rëndësishme sepse ana asasiore nuk më ka interesu asnjëherë, por që thjesht ideja që i kemi lënë diçka këtij vendi edhe që kemi qenë nështë një farë frymë inspiruese për dikon edhe nëse vazhdoj me qenë okej. Është shumë mirë, i përmendën në emër shumë të madh që ka qenë në Spresheva. Në atë kohë kujtohet edhe mua që thoshin, ai që bën këngë se Enisi, patjetër se po se Enisi kam nevojë me fol pak për Enisin, edhe pse ai është shkëput totalisht prej muzikës, gjë që se kam kuptu asnjëherë. Unë se kam kuptu dhe mirë kuptu, pavarësisht që e kuptoj arsyen pse, sepse ka qenë një person jashtëzakonisht talentuar dhe shumë punëtor, dhe premtimtarit e tij, domethënë kanë shënu në fakt atë kohë, sepse këtë ato albume që i përmenda në fakt janë produksioni i tij. E çka ka qenë me Enisin interesant është që nëse sot i merr kreç ato produksione, domethënë të albumeve të asaj kohe në një studio, nga një person, nga të njëjta dur, ato janë krejt unike në mënyrën e vet. Çka po duam të thonë është se sot kemi shumë më shumë produksione që njerëz të ndryshëm i bëjnë këngët dhe tingëllojnë pothuajse njësoj. Përderisa atëherë ka pas më pak produksione ose 1 e 2, edhe dikush si Enisi është përkujdesur që me ta njoft kapitalin që e ki, karakterin që e ki, ngjyrën e zanit, potencialin që e ki, edhe prej teje me nxjerr më të mirën e mundshme dhe ato që është më unike në mënyrën më të mirë. Edhe ja vlerësoj shumë edhe këtë pjesë përveç pjesës kreative dhe muzikore që ajo ka pas, sepse kam rritë ne me nxjerr qatë pjesën identitare edhe me rujt qatë pjesën unike që ne secili e kemi pas qoftë në interpretim, qoftë edhe si natyrë. Çfarë kemi qenë bile shona herë shumë shpesh kemi diskutuar, jo, po më pëlqen që si këngë, edhe ka ditë më thonë nuk e hiti zonin për kësi këngë, se ti e ki zonin e butë. Ka ditë domethënë me thonë që po në rregull është, unë e di që ti edhe mund është nështa me këndu, po natyra e zonit tënë është tjetër. Kështu që
kom qenë me fat edhe për një me e bekume që kom pas mundësi me punu me Enisin. Na kemi qenë edhe qenerat 3-4 muaj ndërmjet, domethënë kemi qenë edhe meq edhe jemi kuptu në qatë energjinë e njëjtë edhe të moshës edhe të shijeve muzikore. Edhe jo me lumtun që megjithatë i kalon edhe ai Kosovës produkte të jashtëzakonshme me neve. Gjithashtu desha me përmendë edhe Show Festin, për shkak se ai është mbajtur edhe para luftës, po me sa di edhe mbas luftës. Po ka arrit për me mbledh shumë publik edhe ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm. Ndërkohë që mandej thuaj se kjo puna e festivaleve vetë është harru. Shumica prej këngëtarëve shkuan për festivalet e Shqipërisë, megjithatë në Kosovë unë nuk e di arsyen pse është ndërprej Show Fest, sigurisht për shkak të financave, sepse pse di, nuk kam përgjigje për atë pjesë, po çka muj me thonë për Show Fest është edhe para luftës, edhe mas luftës, për shembull, albumin e parë kush palos aty në kuptimin që kënga e parë me ritëm të vallëzoj ka qenë aty, ka fitu vendin e tretë, u bë hit veror, edhe ka qenë kënga që e ka lansu faktikisht albumin dhe të njëjtën kohë Erolli, i cili e ka organizuar Show Festin, ka qenë edhe menaxher në produksionin e Enisit, kështu që ka qenë një fangjizje e krejt, domethënë produkteve që i kemi bën atko, por nuk e di, sigurisht ka qenë për shkak financave. Mandej filloi video festi, filloi që ajo trendi i videove më shumë se, po megjithatë, unë thash, imazhi e ka peshën e vet, këngët me video e kanë shtys, domethënë që e çojnë këngën në nivel tjetër, por megjithatë këngët duhet përjetohen të ndëgjohen mas pari para se të shikohen. Kështu që nuk i di arsyet, po unë mendoj që Kosovës i mungon një festival i tillë, pa çka që sot ka fillu, do të thonë tash 2 vite me mbajt festivalin në radio televizionin e Kosovës, uroj që ta ketë një progres dhe dinamik, vazhdon duket shumë klasik, kështu në kuptimin e prurjeve muzikore, shumë i bukur në kuptimin e imazhit edhe skenografisë e kështu, por te pjesa muzikore mendoj që ka ende gjëra që duhet të jenë më mirë të menduara ose lë shumë për të dëshiruar, por mendoj që duhet të ketë edhe alternativë tjetër, sepse për shembull nëse merr Shqipërinë me që e kemi më afër, festivali i radio televizionit shqiptar është avancuar për shkak të presionit jo direkt, por indirekt të asaj se çka ka prodhu Top Festi edhe kënga magjike. Prandaj ka qenë domosdoshme që edhe ai festival të dalë në një nivel tjetër. Kështu që konkurenca në fakt krijon mundësi për zhvillim. Nëse nuk kemi konkurrencë, ne mendojmë që jemi të mirët në atë që e bëjmë edhe fillojmë edhe vegjetojmë aty edhe nuk kemi motiv ndoshta ndonjëherë me hecë përpara dhe me eksploru në ujra tjera. Jo kote e përmendëm Show Festin për shkak se nëse ke marrë pjesë në Show Fest, atëherë ka pas shumë yjet që kanë dalë prej atij festivali. E vërtet. Thjesht muzikë kualitative. Por atë ka qenë një pauzë shumë e gjatë, mendoj unë që nuk e mbajt event të tillë. Nuk ka. Show Festi më duket ka përfunduar në 2004 apo 2005, s'më kujtohet saktë. Video Festi ka zgjat, pak më gjatë, nuk e di. Nuk muaj me thonë kur gjithë se s'kam përgjigje, domethënë në procese që nuk kam qenë pjesë e tyre, por që ka prodhu hapësirë për muzikë të mirë dhe për të promovu, më thonë, njerëz jashtëzakonshëm, besoj që këtë e validizojmë të gjithë, sepse edhe tunën e kemi njoft prej aty, Erzona Berishën, pas çka që unë e kam njoft si refugjat Maqedoni, Kosova e ka njoft, pastaj nga aty, shumë të tjerë që s'më kujtohen tani, po që mendoj festivali duhet të jetë festë e këngës, duhet të ketë një tjetër trajtim, domethënë prej asaj se çka shohim edhe çka ndëgjojmë në produksionet muzikore që vijnë kështu randomly. Eliza, sa e kënaqur me prodhimet tash që bëhen? Tash nuk jam dikush që duna me fol, sepse kam edhe tjetër pozicion në shoqëni edhe nuk kam qef shumë me u prononcu se çka bojnë të tjerët, se jam analiste as muzikore, edhe as nuk jam duke këndu vetë, që më jap drejtën tash vetës me gjyku dikon çka po bën sot. Unë dëgjoj muzikë edhe të sotit, ka ndonjëherë ka një këngë që herën e parë kur dëgjoj më shkon nerva. Dhe mandi veç e nxo vetën tu e këndu. E nxo vetën tu e këndu, domethënë sepse janë në ngjitse. Me thonë drejtën muzika si muzikë që prodhohet, mendoj që na bëj muzikë të mirë shumë, edhe kemi influencu edhe Maqedoninë shpesh, edhe Shqipërinë sidomos. Por ajo që mbrengos është mungesa e tekstit, mungesa e rrëfimit. Edhe sar e them këtë më vjen mend babi, i cili në kohën kur i ka vë këngët për fëmijë, për mua, kur kam qenë e vogël,
e ka pas shumë të rëndësishme, dy gjëra e ka pas të rëndësishme. E para diksionin, dhe non-stop, domethënë kritika kryesore ka qenë që duhet me të kuptu çdo fjalë kur këndon, njerëzit që nuk të kuptojnë çka thu ti kur këndon, kënga është kot. Edhe e dyta, këngëtari duhet me pas çka thot. Jo vetëm si e thot, po çka thot. Domethënë teksti është shumë i rëndësishëm sepse përndryshe e lëm vetëm muzikën edhe e shijojmë vetëm pjesën instrumentale ose muzikore. Kështu që kënga ka misioni i këngës është një mesazh. Qoftë ai i gëzimit, qoftë një temë e cila mundet me thy tabu ose qoftë pikëllim, qoftë adresimi ndonjë çështje të caktuar, fare pak e rëndësishme. Edhe unë nxo veten edhe sot, edhe kur kam qenë më e re, që në fakt këngët që sot vazhdojnë me mbetë në playlistën time janë këngë që e kanë shënuar një moment timin ose kanë qenë streh për mua për një çështje të caktuar kur unë kam pas emocionalisht ndoshta periudha të ulta ose në herë më gëzueshme dhe janë këngë që i kanë shënuar sukseset e mia ose gëzimet e mia dhe që ato mbeten hala në playlistën time. Kështu që tu e kisha mshel të më thonë pjesën e kritikës ose menimit tim se çka prodhohet. Patjetër. Unë thash, prej vitit 2000 me thonë këngët e tua janë transmetuar shumë. Jo vetëm po duhet të sen me thonë, mendoj që tena muzika sot shumë kalkulohet. Pse bëhet e çu bëhet. E mendoj që në art nuk duhesh ashtu me bëu, atë duhesh më thjesht me kriju. Jo gjithmonë, domethënë punë tona e marrin zemrën e secilit, për shembull unë mendoj kam këngë në herë, këngë tjera në albumet e parën dhe dytin që ndoshta shumë më të mira se kënga meriton të vallëzoj ose kthehu. Po që ato i ka marrë publiku ma shumë, që ato i ka dasht ma shumë. Prandaj na nuk muj me kalkulu. Artistikisht nështë ka këngë tjera që në matë mira, po që? Për shembull sot dy këngë muj me i numëru ose pendimin, ose ti po shkon, për shembull si këngë që i kanë kërku shumë, i kanë dojnë sot shumë, është shumë interesant. Është interesant se mund është me projektu gjithmonë trajektorin e këngës se ka shkon. Patjetër, kemi pasur shumë mysafirë të viteve të 80-ta që kanë provu këngë dhe ata kanë dhënë përgjigjen e njëjtë. Kanë thënë se këngën që na kemi menuar që bash nuk e ndëgjon askush, ajo është bohem madje. Edhe këngë tjera nuk kanë ecë. Kështu që, okej, prej vitit 2000 do të thonë thash edhe më herët që transmetohen këngët e tua nëpër mediume. Jo është merite jotja dhe është nevoja jona në fund të fundit. Megjithatë e di që ke qenë shumë aktive edhe në pjesën tjetër, edhe ka ana profesionale si arkitekte edhe si unë e lexova edhe si fotografe, ekspozita. Po, para luftës ka qenë ajo, ekspozitat mandej ma shumë as luftës. Patjetër, mandej edhe të pjesa e politikës ku nuk jemi që mirëmi shumë me politikë. Hiç, edhe unë e kam kështu mallazher nëse s'foli sot për politikë. Po flasim. Unë problemin e krye parlamentarit e kam zgjedhur për shkak se e kam, se ne kur dush manuale dhe na lëshon mikrofonin, kështu që nuk kemi ndaj fare problemi me këtë pjesë. Megjithatë, është interesant momentin kur përmendën të embë Eliza Hoxha, nuk është dikush që përmend këto profesione të tjera. Gjithmonë lidhet te kënga. Po, sepse është e natyrshme, sepse njerëzit kënga më ka ekspozuar më shumë se tjerat. Unë në punët profesionale nuk kam rimi njoft krejt njerëzit që më ka njoft prej këngës. Më thonë, më njofi njerëz që unë nuk i njof. Përderisa te ana profesionale ti ki komunikim direkt me njerëzit, me institucionet, me parashtruesit e kërkesës për projekt, me komunat kur kemi punu plane rregulluese ose plane zhvillimore ose strategji, domethënë zhvillimore për qytetin ose hulumtime të caktuara. Kështu që te pjesa profesionale normalisht më kanë njoft njerëzit që lidhen me punat dhe fushën, domethënë varësisht në cilin pozicion kanë qenë, në nivel qendror ose lokal, ose në spektrin e profesionit arkitekturës. Përderisa te pjesa muzikës të njohin njerëz që ti s'e nas, nuk i njeh. Edhe kjo është e bukur me thonë të drejtën, sepse është më i dukshëm edhe më i prekshëm edhe është prezent në jetën e secilit. Muzika është aty për krejt. Dhe unë jam e lumtur për këtë, sepse ndonjëherë kam ditë kur kam qenë të i bëj punë të tjera, për shembull, ja ku shkojmë në terren, shkojmë kështu sport. Edhe ndonjëherë për shembull ka pas raste, kemi shku shtëpi për shtëpi me volum tem në zona të caktuara në qytet, në cilin do qytet, edhe kanë dalë njerëz të tjera. Edhe fala jeti që ajo që po menoj unë. Se s'mi keme besu çka po lypën në derë të dikujt Eliza. Cila? Kush po menoj që jo? Dhe domethënë ka pasi si befasina të ndryshme. Po me thonë drejtën unë kam një fa natyre që
gjithmonë gjërat që më ka pëlqyer kam guxuar mi provu. Edhe nëse e kom pasur se jo gjithmonë ty të pëlqen diçka prej jashtë, por kur hyn brenda në çat proces fillon mi pa dy gjëra. E para a je për atë punë, se ndonjëherë pëlqen jashtë, po si je për atë punë. Edhe e dyta a mundesh. Ndonjëherë ndoshta nuk je shumë, po nëse ki guxim, nëse punon, nëse kështu, se unë besoj në kreativitet, por besoj edhe në punë dhe në konsistencë, domethënë në vullnetin për me u zhvilluar dhe me mësu gjëra për ditë. Edhe kur I bën këto dyja bashkë, domethënë gjithmonë rezulton me një rezultat. Edhe që kjo më ka shqu, edhe zotën krejt punë që unë jam angazhu, fal vullnetit edhe përkushtimit edhe një punës që e kom bo, tona dyqysh e kanë lënë një shaj. Edhe te fotografia kam një shaj atje, edhe te puna profesionale, edhe ndoshta uroj, domethënë me qenë njëjtë edhe te politika, sepse edhe për aty tash hyj në vitin e 5, unë kam ngri vendin në fakultet ku punoj, nuk shkoj për faktin që kam pas nevojë dhe dëshirë me mësu punën në kuvend dhe më përkushtu 100% punës në kuvend. Kështu që në sytë e njerëzve nduk si një natyrë shka përderdhun që bën shumë gjana, po këto gjana nuk jem bë kur krejt paralelisht në të njëjtën kohë. Patjetër. Domethënë unë albumet I kam bë më herët, ndërkohë jam spostu prej muzikës mas vitit 2006 për shkak të punës në universitet dhe punëve tjera në profesion, po megjithatë kom prodhu një këngë tek këto, kom shku në festival qysh, e kom lënë Elizën gjallë edhe me një sen 3, edhe pse s'kom performu kërkund, domethënë në kuptimin aty kum shohin njerëz, domethënë në këto lokale dhe këto diskotekat e çka po diun ose koncerte. Deri vonë, domethënë ka qenë ashtu, edhe në anën tjetër ka qenë nevoja jame apo ashtu, sepse muzika më ka marrë mirë me veten, me të thënë drejtën. Ka qenë një prej platformave që unë edhe ndonjëherë kur s'kam pas domethënë energji të mirë për vendin ku jam, s'ka ne senet, frustrohesh me shumë marrëzira që ndonjëherë na I bojmë ose si bojmë plot procese si shtim përpara, për çfarë do lloj arsye, dyqysh muzika ka qenë edhe për mua një farë streje kur unë energjinë e keqe kam qit jashtë dhe nuk jam ekspozu me qatë energji të keqe as në platformë sociale e as në relacione me njerëz. Prandaj mendoj që edhe për neve që krijojmë, po edhe për të tjerët që nuk krijojnë, arti në përgjithësi edhe muzika është një farë terapie e llojit të vet. Edhe prandaj është e rëndësishme me qenë edhe pjesë e platformave të edukimit, fëmijët me qenë të ekspozuar shumë në muzikë të mirë, me u kultivu shien, sepse është e parëndësishme nëse ti merresh me art ose me muzikë, nëse ti je pjesë e jetës publike, je mjek, je nesër deputet ose çfarë do lloj pozicioni që ke, të paktën një kulturë muzikore dhe artistike duhet ta kesh si njohje për vendin tënd dhe për vlerat e tua identitare. Prandaj mendoj që është mirë edhe këtë pjesë me mendu në kurrikulat e shkollave. Për shembull, një ditë diskutoja me motrën time, fëmijët në Kosovë nuk e din as kush është Muslim Ulliqi, si babai I artit bashkuar në Kosovë, as kush është Regjo Ulliqi, domethënë as kush është Musa Piperku që ishte koncerti për ndër të tij këto ditë në shesh. Domethënë fëmijët e Kosovës nuk I mësojnë, domethënë as kompozitorët e Kosovës, as artistët e Kosovës, e as ndoshta këngëtarët që nuk kanë qenë shumë të ekspozuar që kanë performuar dikur në Kosovë. Dhe mendoj që këto njohuri duhet ne me I sjell për me kriju një bazë identitare të plotë për ne edhe për Kosovën. Eliza, shumë kënaqësi në momentin kur dëgjojmë këto fjalë prej teje, edhe janë mesazhe shumë të mira. Për shkak se punime. Këti vendi ti nevojitet pak më shumë për me njohur vetë, për shkak se është një trend ku shpesh ndoshta themi gjuhën popullore dalin prej binarëve dhe thjesht nuk e dim as. Unë s'du me thonë që ashtu, ndoshta diçka ashtu është po du me thonë që ashtu, po du me besu që na e kemi një farë kohë kur duhemi me I shoshit plot gjana edhe me I pa në dritën e vërtet, sepse shoh që ka një farë shkëputje midis gjeneratave. Në idenë e trendit, ne çkado që është bërë ose para 20 viteve, e shohim si diçka që nuk vlen më. Edhe jemi shndruar në një shoqëni të inercionit. Domethënë sot është Eliza trend, krejtë ndëgjojnë Elizën, pa çka që ndoshta mundet mos mi pëlqy dikujt apo se duhet me ndëgjuar Elizën. Jo. Është mirë ti me ditë që Eliza kënon, po nëse të pëlqen muzika e Elizës në rregull jemi. Kom kur fal të dikujt të pëlqen muzika rock, dikujt jazz, dikujt popullore, krejt në rregull jemi. Po e rëndësishme është me njoft si është një Elizë që këndon, është një Dafin që këndon, është një këngëtare atje ose një këngëtar që bën muzikë të mirë, pa çka që nuk përkon me shijet tua muzikore. Dhe kjo shkëputja e gjeneratave, për shembull kur dikush këndon këngë më klasike kështu, jashtë modës, nuk ka të bëjë me modë.
ka të bëj me përcaktim. Fiks. Me përcaktim. Jo të gjithë, unë për shembull kam refuzuar me këndu këngë caktume. Kam refuzuar me u deshe, me u vesh në një mënyrë caktume sepse kam pas dëshirë unë me qenë mirë në lëkurën time, në rrobat e mia edhe në produktet që unë i bëj, që mbajnë emrin tem. Edhe dikujt më ju do rigide, klasike, jo shumë bashkohore, fare pak e rëndësishme. Unë sot, kur e kthej kokën rrapa, unë nina edhe sot mirë me çato që kam prodhu dhe çka kam lënë. Kush don me ndëgju, aty është. Kush nuk don, rregull jam. Dhe mendoj që kjo është çajo pjesa që edhe ne që prodhojmë muzikë ose të rinjë tjerë që prodhojnë muzikë, duhemi mi respektu njerëzit që kanë kriju para nesh, nuk ka nis kur gjë me neve. Nuk është lavd me thonë unë jam me para. Jo, ajo flet për një shoqëri tonën që nuk është e zhvilluar, nëse unë jam me para për diçka të tillë, flet që na jemi shumë rrapa për shoqërive tjera. Nuk është lavd me thonë unë e para, unë i pari, unë e para. Jo, për atë punë ngarat. Festivalet, e fiton vendin e parë, rregull, jemi mirë, edhe ndonjëherë mundet mos me qenë ndoshta procesi më afer ose më i miri mundshëm, e pa rëndësishme. Por krijuesit nuk duhet me e përdorë si platformë idenë që unë i pari, unë e para. Nevoja për me kriju ekziston te njerëzit, dhe njerëzit duhet me lënë një trashëgimi e cila e tregon anën e tyre unike, por edhe shton një vlerë në komunitetin ku jeton. Dhe veç ashtu na muj me bu një kasolle, tu shtu vlera, jo tu menjanu vlera. Edhe mandej se cili është rahat, edhe në pjesën e vet identitare, po edhe mozaiku jonë bëhet më i plot, sepse dikush është i mirë te muzika popullore, dikush është i mirë te muzika klasike, dikush te popi, dikush te rocku, ndonjëherë edhe ngjizen, ka disa që edhe mujnë me bëu 2-3, këtë është në rregull ajo. Veç aman thjesht me i respektu njerëzit, sidomos ata që mundon me mishe me shpirt me qëndru besnik ndaj vetes edhe identitetit që e kanë kriju. E kjo mendoj që është betejë jonë si shoqëni edhe si krijues me veten. Me veten, jo me tjetrin, me veten. Se dhon për shembull na secili dhe ngara kur shkojmë për me fitu. Ideja kur shkon në konkurs ti do me fitu. Hyn në një garë do me fitu. Pa dallim ai në politikë, ai në muzikë. Por ka shumë faktor. Ndonjëherë thona s'punojnë për neve, ndonjëherë ka një këngë që merr vëmendje më shumë se jotja, pa çka që jotja mund të më qenë më e mirë ndoshta. Dhe jo gjithmonë kanë fitu këngë më të mira. Por ka pas raste kur ka fitu një këngë dhe është bëhet një këngë që s'ka fitu. Atë ka shumë interesant, por ti mas nej kur maturohesh e kupton që un kam një garë dhe me veten se sa shkoj në një festival, un duna me qenë më mirë se sa Eliza që ka qenë para 2 viteve në atë festivalin tjetër. Që ajo është progresi. Nuk është progresi veç tu shty me tjerë, progresin ti e bën me veten. Po. Me veten tënde. Kështu që kjo shprehja jonë që me syt mi pas të tjerët non stop, e jo me kthy në herë ka vetja, edhe me pyet veten çka na dojmë, çka neve na përmbush, çfarë kapaciteti kemi na. Mendoj që ajo mandej na krijon një farë klime ku na edhe qatë energjinë e mirë e përçojmë te të tjerët. Nuk ka frustrim ose s'ka vend për frustrim edhe kur nuk je e para ose i pari, sepse ti je plot, je plotni me veten, në paqe me veten se je tu kriju se ande çka ti po dëshiron. Kështu që kjo është ajo kalkulimit që e thash më herët, që mundet me të pru ndoshta edhe vizibilitet, ndoshta edhe klikime, ndoshta ndonjëherë edhe para pak më shumë, por nuk është domosdoshmë që ta bjen qëndrueshmërinë muzikore, edhe nuk është domosdoshmë që ta bjen plotninë, sepse na shohim këngëtarë që ndonjëherë bijnë në gjendje psiqike jo të mirë, edhe lokale dhe ndërkombëtare, do të thonë kanë periudha jo të mira. Pse? Sepse mendojnë që duhet gjithmonë me najt këtu në altë. Jo. Është e natyrshme që ti kur e bën një projekt, punon, merr dritë projekti, performon, edhe në një moment ti duhesh vetë me unal, me pushu, me reflektu, edhe me mendu se çka don me kriju të re, që duhet me qenë ma e freskët se kjo që e ke bu, mos me e tjetërsu veten, po me te i kalu veten për diçka ma shumë edhe ma mirë në të ardhmen. E këto pyetje mendoj që shumë rrallë ja bujmë na vetës, edhe që kjo është mandej problemi që shohim që kanë duken krejt gati se njësoj, veshje duken ose zhveshje duken gati se njësoj, e tjera. Liza, është nësi që të kemi pjesë, po dëgjojmë një kohën tonë, ndërkohë që Hyseni e lëshon këngën, ne e vojmë një pauzë shkurt dhe rikthehemi pjesën e dytë. Okej.
Vazhdojnë tjene më tutje këtu në 102.2 në edicionin më të ri të emisionit të Akustik Night që realizohet në çdo të ejtë nga ora 19:30 dhe në orën 21 dhe mundësot nga Melodia PX, Frix dhe Peperifik. Njami. Ja mundu. Sot e kemi... Si pi përmend për këto sane unë unë tona në vend, Elisa. Po e ti. Po mi përmend Peperifik në Frix. Që atë kesh në... Me mute. A unë me po të tërë që ta? E shoj. Okej, më falin. Eliza, pas kësaj pause rikthehemi prapë, I kemi ndru venat me Jusenin për shkak se Juseni është edhe në gitaret e me lujt, kështu që unika te kjo pjesa tjetër. Shko po di me lujt. Kryesorja unë në vendin tëm. Po, me lujt. Okay. Mi ro, mi mshu, me lujt. Që thuhet për një me ekzekutu. Edhe me ekzekutu I bjen si me ekzekutu. Mi apre qafën. Me lujt në gitarë, bre? Me lujt. Eliza, folëm pak ma herët që ki edhe angazhime tjera. Sa të mungon, edhe vetë ma herët në tregove që thjesht nuk është që performon live. Sa të mungon kjo pjesë? Mungon, po... Qa me thonë? Diqysh këto janë përcaktimet e mia. Edhe tani unë nuk lo fajt e dikush tjetër. Edhe mundona mandej krejt këtë pjesë me përmbush tjera forma. Për shembull, muzika mu më ka mundësu që mandej me u bozani plot grupeve të marginalizume, plot kauzave shoqërore. Jo pse më ka thirr dikush, më ka kërku dikush, ose më ka obligu dikush, po pse unë kom pas qef edhe kom kthy mandej muzikën në një farë instrumenti tjetër, si platformë edhe hapësirë për me komuniku dhe me dialogu edhe me të tjerët edhe për të tjerët. Edhe prej saj mani ka nisë edhe ekspozitat, është shumë interesant, sa shumë ka nimu muzika në tëna senet. Kështu që për një me jam shumë mirë njose, edhe sot muzikën e kom pjesë të plot punëve tjera që I poj, po nuk performaj direkt. E kom thonë edhe një 100 herë, po përseris për 101 herë. I kam edhe 2 projekte që janë të pambyllura, një album retro I viteve 80-ta, kom pas qef me nderu disa këngëtare që më kanë inspiru kur kom qenë fëmijë, edhe më ju kallzu njerëzve në Kosovë që s'ka nis muzika as me mua, as me ata, po me çata tjerë pak më herët. Nuk ka dalë ai album. Edhe me albumin e Nespreshevës, I cili u nis moti edhe s'u kry kur, edhe që uraj kom qef me thonë drejtën me kry. Sot nuk një nevojën me dalë me performu dikon, po kom qef me gjetë një mundësi me përmbyll si projekt muzikor, me plasu në platformat muzikore, dhe që ka kom qef me thonë drejtën, një të ardhë me të afërt është thjesht me pas mundësi me bo një koncert të mirë, të madh, të dinitetshëm, në të cilin edhe kom mundësi këngët e mia me I sjell ose me I risjell në forma pak më ndryshe, të menduara, edhe kom nevoj shumë njerëzve të cilët kanë qenë me mu në këtë rrugtem qoftë direkt, qoftë indirekt, më ju thonë faleminderit. Wow, pa tjetër. Aty në U kry. A do thotë kjo Eliza që ka këngë të gatshme, tekstet gashme, po që nuk janë të publikuar, si kemi të gjuar. Për shembull, me Lyrical Sun shpesh puj me Igore. E kam një këngë me te që është e albumit e Nespreshevës, është e kryme në 2007, edhe s'ka dalë kur, edhe që në atë vakt, do me thonë, kur e kemi bona këngën që të reptur me kështu, nesë më kom pas me Mimlin, këngë tjera në albumet e tjera, po që atër fillojmë u bu një farë trendi, do me thonë, një këngëtar edhe një reper, edhe është këngë interesante me thonë drejtën, është e kryme ajo, të e nisi, disa janë të kryme prej këngëve, gjysma po, dhe një 3-4 këngë tjera duna me I plëtsu edhe me I inqizu dikun tjetër. Po, ta shuajmë. Unë po shpresoj që shumë shpejt kemi me pas diçka të reja, po jo? Po, shpejt s'muj me thonë, se qëre tash nuk duhet me t'inglu këtu si dikush që janë kohët, por këto produkte ose produksione kërkojnë edhe pjesën financiare. Edhe unë për para nuk e kom pas problem se kom punu projekte, kom punu gjana tjera. Sot e kom matë limitu me qasje në projekte për faktin që punaj shërbej në kuvend, edhe sa do që paga në kuvend është e mirë, nuk është e mjaftushme për me I që ato para në produksione edhe kështu, sepse janë kostot të larta edhe një edhim. Prandaj mendoj që shpresoj që do t'i kem ca mes, edhe me ligjin për sponsorizime sot është e mundshme ajo për me suportu artin e kulturën, që bashkë me ta me kriju mundësinë që këto 2 projekte me I
plasu njëre, e mandej me pas se çka muj me bu bashkë në këtë projektin e madh. Do thotë kjo që nga njerë edhe politika të penalizon këtë pjesë. Shiko, tash më varet që sheshe. Ajo të penalizon për faktin nëse ti ki integritet edhe sepse unë si ligjvënëse unë nuk kam konflikt interesi të kërkoj para publike në ekzekutiv, sepse jam në legislativ. Dhe jam në legislativ si opozit dhe nuk kemi ne mandate në... Po është problem ti, nëse merr para aty ku janë aktorët e partisë tënde, të gjykojnë. Gjykojnë, po. Pa e marrë parasysh që ti këtë emër e ke kriju shumë ma herët, s'ke qenë as në partia, as kur gjo. Nëse merr para diku ku s'është partia jote, sërish të gjykojnë. Dhe është shumë e zorshme me tonë drejtën. Por ndoshta kjo është një mënyrë me kuptu që edhe unë duna me disa prej punëve të mia dhe angazhimeve të mia me i përmbledh edhe pjesën tjetër të rrugtimit tim me kanalizu. Edhe unë mendoj që edhe mosha dhe pjekuria jame edhe përsaktimet e mia të mëhershme që lidhen me punën në fakultet edhe me punët profesionale edhe politika, këto janë vendime që unë i kam marrë edhe pasojat e atyre vendimeve unë duna mi pranu. Nuk kam pse me bu viktimën këtu ose me u anku. Kështu që unë veç kom qef që ato që e lo mas me qenë e mirë, aty ku muj me bo diçka mirë, me bo mirë, aty ku nuk muj kur gjo me kontribu të pak të të keqës, mos me i kontribu, as në politik, as në muzik, as në profesion, edhe mendoj që kjo është një farë starting point që unë e kom pas në kretë punat që i kom bo njetë, edhe më ka shërby për mirë, edhe më ka kthy për mirë. Për mu kesh shumë e rëndësishme ajo pjesa kur ti e the që faktikisht je një artiste dëshmume, edhe për neve që punojmë për media, po edhe për gjithë ata që i kanë dëgju projektet e tua. Për atë nga njerë më duket si mkat nëse përzihen këto dy, për shkak se arti e ka vendin e vet, ndërkohë që aktivitetet tjera të njerëzve janë. Nuk ka me bo, njerëzit janë të prirun, domethënë me gjyku ma lehtë edhe ma shpejt se sa me analizu. Jo e lizën, çdo kënd, çdo proces. Edhe me thonë drejtën, nuk po duhen tash unë nuk po dikush që e gjykon atë proces, po veç po du me kërku që njerëzit para se me gjyku, me kuptu për çka dhe për kënd po flasin, edhe me i shoshit gjanat, sepse unë nuk njihna si natyrë që i ka keq përdorë ose abuzu proceset publike, unë të njëtën kom punu për publikën, edhe me institucionet publike, edhe njëjtë, sot krejt që ka e kom të rëndësishme është që aty ku jam me shërby mirë, edhe dinitet shumë edhe aqë, por që rrugtimin tim unë e kom investu edhe vetë, edhe me kolegë, edhe me njerëz që më kam besu, edhe prandaj e kom të rëndësishme që në një moment saktum me ju thonë krejtve faleminderit. Nuk është ndihma vetëm aspekti financiar. Njerëz të ndryshëm, domethënë një herë ta kapin dorën, thonë hajde këndej, edhe ti e zbulon veten ose e din që të vetja ki ca cilësi edhe ca aftësi, po nuk ke guxim mjaftueshëm dhe dikush shetet ti ndonjëherë më shumë se sa që ti shet të vetja. Kështu që thjesht unë besoj në një farë njetit mirë, edhe kom njek qatë logjikë edhe gjithë ma ka qitë mirë në fund, kështu që nuk e prish i zemrën për kësi sende tjera. Kështu që tash e kemi një njetë shumë të mirë, se dojmë të dëgju Eliza Hoxhën live, na ka marrë malli, seriozisht. Valla bë. Kojnë në këtë moment, kojnë. Kështu që kemi insistu shumë me Hysenin që... Valla e veç Hyseni, se adin e kom një mik të ri në jetën time edhe s'kom desh me aprish, se për ndryshe une këtë privilegj se ka gjithkush Hysen. Faleminderit. Veç ta dish. Kështu që unë për ju vëtyve. Për qilitin, na? Unë po ngoj. Okej. Kërkoj fytyrën tënde, ta kem pran vetës mu si kur atëher, i kërkoj buzët e tua, ti kam afër veç edhe një her, i kërkoj unë sytë e shkruar, t'ma përcjellin si dikur nga pas. E kërkoj dhe dorën tënde,
Patoj pandalur në çdo qast, kthehu prap në ëndrat e mia, kthehu ti ashtu si dikur, kthema prap, veç edhe një herë ti mua lumturina, s'do të lë më kur, kthehu prap në ëndrat e mia, kthehu ti ashtu si dikur, kthema prap, veç edhe një herë ti mua lumturina, s'do të lë më kur. Kërkoj që koha të ec prapa, të më sjell edhe një herë tek ti, të filloj prap nga e para, të vërteta bëj këtë fantazi, kthehu prap në ëndrat e mia, kthehu ti ashtu si dikur, kthema prap, veç edhe një herë ti mua lumturina, s'do të lë më kur, kthehu prap në ëndrat e mia, kthehu ti ashtu si dikur, kthema prap, veç edhe një herë ti mua lumturina, s'do të lë më kur. Zemër zhyna nëse nuk ndërmarrin diçka dhe me financu na vet, faktikisht projektet tashme që i ka Eliza. Allah i vëshlesëm të më vjen rroga se në... Faleminderit shumë. Eliza, faleminderit, seriozisht na ka marrë mallit. Faleminderit. Faleminderit. Nice ke. Jo, një pjesë Shumë emocionuese kjo. Eliza, këto këngë që jënë bo ma herët, menaxhohen prej teje në rrjetet sociale apo prej dikujt tjetër? Valla jo, me thonë drejtën, kur ka nisë rrjetet sociale, këto YouTube, këto kanale tjera, me thonë drejtën njerëzit kanë vendosur aty çka ka ndesht. E drejta për ato edhe unë kom qenë dikush që është jo e vëmendshme për me unajt gati, se jo kom qenë studimet magistraturës së dytë, jo në doktorat, jo gjana tjera, jo politika tash. Po megjithatë jam në një proces ku do të kem një marrëveshje me një nga kompanit, edhe mendoj që është koha e fundit që Eliza të komplet që jam poshtë e nalt, me arë në një platformë të vetme, në kanalet zyrtare, edhe albumet me u vendos tamam prej meje, prej akterve që më përfaqësojnë, edhe në iTunes, edhe në Spotify, edhe në YouTube, po uraj që të kem mundësi ta bëj edhe në webin, webfaqen time personale, ku mandej prej aty mund krejt mu kanalizu, është edhe kjo një farë projekti që kërkon kohën e vetë për kushtimin edhe krejt pjesët e tjera, po besoj që edhe kjo është një pi projekteve që duhet me u bo, sepse mendoj që e kom lon pak tepër të lirë idenë e njerëzve me më prezentu që shdojnë ata. E mendoj që është koha me i përmbledh krejt Elizat me një vend, në mënyrën që unë e kom perceptu Elizën edhe e kom kriju Elizën kadale për me plasu qashtu të tjerët. Kështu që, po, unë e pash faktikisht sidomos në YouTube, nuk e një kanali vetëm që i ka postu këngët e Elizës, po janë të ndryshme. Edhe pra të pyeta, për shkak se shumë artistë të viteve 90-ta dhe 2000-ta kanë arritur që me përfitu sa do pak, do me thonë prej atyre projekteve që janë realizuar gjatë asaj kohe. Edhe pse të na pak e hiç funksionon e drejta autoriale, ato janë mandej marrëveshje që lidhen me jashtë, me kështu platforma tjera, funksionojnë disi, jo të gjitha mirë, po sa i përket Kosovës drejtat autoriale, do me thonë absolutisht nuk përfillen as pak. Patjetër, edhe pse kemi nështruar edhe ne si media faktikisht njerëzit nuk e di, nuk e kuptojnë që
ato janë kosto të vogla në kuptimin e përdorimit, ne paguajmë çdo herë në gjithçka që e absorbojmë, kushtimisht paguajmë platforma televizive, paguajmë për gjëra të tjera, por nuk paguajmë për konsumin e produkteve shpirtërore. Gjithçka që është materiale, domethënë ja vlen të paguash, domethënë qoftë telefoni, makina, çka do, edhe që janë investime permanente, por për platformat të cilat e ushqejnë shpirtin ton, domethënë edhe na formsojnë si njerëz, edhe e krijojnë trashëgimin ton identitare, kombëtare, ne nuk jemi në gjendje të paguajmë centa, se ato janë centa, domethënë 10 cent, 50 cent, varësisht që shpërndahet ajo në mes të akterëve që e bëjnë një këngë, 1 euro mund të shkojë ndoshta për krejt produktin, por që e tani kur kjo nuk ka respekt për këtë pjesë dhe kjo pastaj ti investon në profilin tënd, investon në produktet e tua, ato performojnë nga të tjerët pa asnjë vëmendje, domethënë për atë pjesë të vogël të autorësisë dhe respektit ndaj krijimit, mendoj që ka lënë abuzive, sepse sot në fakt nuk bëhet dallimi as midis artistit dhe interpretuesit. Interpretuesit në shumicën e rasteve janë njerëzit që interpretojnë këngë që i ka bërë dikush, janë të dikujt. Dhe nuk ka kur gjë të keqe aty. Por për ta quajtur veten artist tamam, duhet të kesh produkte me vulën tënde, që mbartin emrin tënd, edhe investimin tënd, kapitalin tënd. Nuk po flas për investim material, po flas për investim krijues. Dhe ajo është emri yt, domethënë dhe bagazhi yt. Prandaj mendoj që edhe ky debat është debat i gjatë që duhet me u bën shoqërinë tonë, kështu që jam unë dikush që po du me ngrit çështje këtu. Unë kam qenë pjesë e asociacionit për të drejtat autoriale dhe të interpretuesve një kohë gjatë, Apikut, i cili është shu së fundi sepse thjesht Florent Boshnjaku është mundu me botë pamundun në cilëhet si agjencionit, por që ka qenë pamundun, domethënë me u marrë vesh me krejt aktorët relevant, institucional edhe audioviziv, dhe të shohim nëse do të funksionojnë në një formë tjetër. Para disa viteve Florenti ka bërë një punë të mirë dhe ka arritur që me media nuk kam rritë e fundi atje ku duhet. Kështu që e përshëndesim Florentin. Është tjetër, është njëri mirë, si na. E vërtet. Nëse pak më i mirë se unë. Rosela, do të më fal, Eliza e pata me Roselën. Po pa me rast. Roselën e kam kolege 2 herë, nuk e di a dini që Rosela punon në kuvendin e Shqipërisë. Po. Në muzikë në kuvend. Ajo është e protokolli i kuvendit tash po gjatë. Qysh edhe atëherë kur kemi kënduar ajo ka qenë aty. E është interesant qysh na ka su jeta të dyjave, na ka pugjit në muzikë, na ka shumë kuvende. Anat mira aty kanë bashkë. Patjetër, jo, desha ta përmendi është një projekt shumë i mirë, është Rruga e Zemrës që është realizuar mes Roselës dhe Elizës, një bashkëpunim shumë i mirë, një këngë që ka qenë hit i madh i asaj kohe. Unë është më na kujtu pak këto bashkëpunimet që janë bë më herët. Për flas këto duetët të mia apo po. Fillimisht në albumet e mia bashkëpunime kom pas me Mimlin. Po. Mande kom pas bashkëpunim me Xuzin, 2 këngë me Xuzin i kam. Të dyja janë albumin e Xuzit. Me MC Bekën edhe me Vullnetin e kemi një farë këngë Notë e Nontën që është për fëmijët e Kosovës. Të kujtona pak, e kanë nejse me Lyrical Sun që se keni një. Okej. Është një projekt edhe Piroçako. Po, kemi edhe me Roselën dhe me Piroçako në festival, ka nga një jetër jetë, bravo. Apshe po haroj se nuk kur s'këndon edhe mandej këto janë sa i përket këngëve që janë këngë të krijuara origjinale. Mandej bashkëpunime kështu që kemi qenë për emisione televizive të këngët e shekullit, 100 vjet muzikë në Shqipëri, domethënë atë kohë kam qenë shumë shpesh. Kam pas mundësi me këndu me Ira Rusin, me Roselën prap normalisht, me kam qenë Vikina Kamenicën, me Pandilacën, një këngë të 403-shit jemi vu bashk. Me të thënë drejtën knaci ka qenë, këza një farë knaci, me Bojken Lakon, i kemi përpunut një 3 këngë të Teleksave bashk, në mbrëmjen e muzikës rock,
Kështu që kom pas fatin edhe atje me pas, po jo me këngë origjinale, po me këngë me Roselën, domethënë edhe me Piron i kemi këto këngët që veç i përmende. Gjithë këtë karrierë që ti e ke pas Eliza, ke pas një moment interesant që shpesh herë përmendet edhe bjen mend. Qoftë në një moment humori ose diçka me kolegë. Se di tash. To janë shumë të larta, s'di qa me të thonë, momente kena pas plot. S'po di për besë qa me të kalzu, së du na mu këthy 24 vjetë më rofa. Do të me këthyja atë kasetën më rofa me laps. Po shikon, skena, muzika t'jap kënaqësi jashtëzakonisht shumë, po t'jap edhe qështu. Edhe energji tjera që nuk janë gjithmonë më të mira të botë, të sfidon me njerëz të ndryshëm që të pëlqejnë. Po një qenë i sen që më bën përshtypje, për shembull, në Shqipni sa shkoj, filloj edhe të kurna prej lavdit edhe prej respektit. Se nuk di qysh me reagu, se këtu nuk është që ne shprehemi shumë kur na pëlqen dikush, ose diçka, e atje shumë e shprehin, sa që unë nuk di qysh me reagu ndonjëherë. E këtu për shembull qysh e kom pa ndonjëherë që njerëzit e kanë shpreh, ka ndodhur ndonjëherë kom qenë në një qytet tjetër, ose qytet më të vogël, edhe kom hinë në restoran ose në lokal edhe tash më kanë kthyer njerëz, unë jam ul, kom porositë edhe veç e kanë shuni këngë temën. Aty me të kallëzu që vedina qeti. Domethënë nuk vjen të ti me të Jo, nuk thot. E që kjo dallimi për shembull, që më bën përshtypje, nuk e di pse, po që kjo është mënyrë. Në mënyra që në Shqipni shumë shprehen. Domethënë unë të kurna, nuk di ç'më reagu, mandej ka qenë kjo ndodh gjithë dhe sot ku shkoj, por për shembull e maj mend kur ka qenë periudha e këngës magjike që e kemi fitu vendin e parë me Roselën, me këngën Rruga e Zemrës, domethënë ka pas raste njerëzit prej makinës se kanë qenë dritare na kanë përshëndet, ose në rrugë të kanal. Domethënë është interesant ata sa shumë e kanë të nevojshme me të thonë kur ju pëlqen diçka. Edhe kjo më pëlqen. Ata thonë edhe kur ju pëlqen, edhe kështu me zotë lart. Po megjithatë më pëlqen që ajo pjesë balansohet mandej me këtë pjesën tjetër që edhe kur bën gjëra të mira, edhe nëse nuk një fare, të nalë në rrugë edhe të thot. Aji ti, ajo këngëtarja e Kosovës Eliza po. Edhe ja nis me të lavdu, me thonë, me t'i një 1 milion sene. Edhe më bëm përshtypje shumë. Po ma ne muzika normalisht ka njoftu me shumë njerëz. Na bom çashtu. Ne kemi pas njërin prej këngëtarëve dhe ma kujtoi Eliza, po më duket që ka qenë Agimi i Fisnikëve, ku e ka nalë dhe i ka thonë ajeti dikush tjetër ku i ka thonë, jo Agimi on, ai personi Shqipërisë ka thonë, ti po më kallëzon më kush je. Dohet e ka përzi me Velisait. E ka përzi me Velinos. Po. Ka këto dhe janë histori interesante që do. Shiko tash, si jemi, po prapë them, s'kemi na nevojë me gjyku. Po janë eksperjencat interesante që të vinë. Edhe mendoj që shikon atë më rrit shumë, jove si artist apo si shoqni. Duhemi me u kuptu që njerëzit që bojnë punë të mira, duhet me ja u thonë, duhet me vlerësu, s'ka rëndësi. S'kemi nevojë me pajtu me ta në gjithçka, po kur bojnë një punë të mirë, duhet me u thonë. Sepse që ashtu i nxisim, mas pari e krijojmë një farë vërtetësie që jenë rrugë të mirë, edhe e bën njeriu me unë i mirë dhe me kuptu që mundet me vazhdu me bëjë gjëra tjera të njëjta. 2, mësohemi me që thojnë me na që i të goja ëmbël, ma shumë se vden, edhe 3, nuk mundeni me besu qysh në i herë një gjest i vogël mundet me të andru disponimin e ditës. Që një rast për ju të regoj, një dit isha në Bulevardin Nën Tereza, tu kalu aty ofër Margo edhe Dugagjini, disa dyqanet vogla edhe një zonjë po më thret, Eliza, edhe u ktheva edhe tha, veç po kom qef me ta dhun këtë lule. Ajo lulishte, ishte punëtore lulishtës. Edhe unë e meta, edhe e mora atë lule me atë lule të nditën. Dhe ma ndroj, thash, halo, ka njerës mirë Prishtina. Se ma ndroj disponimin. Jo që të bënë që rak, po thjesht, disysh ma ndroj disponimin e ditës. Është momenti shpirtit. Shumë ke, dhe më thënë, gjestet e vogla, që njerëzit sot shpesh i harrojnë, ju duken të parëndësishme, unë menoj që pikërisht që ato janë që e ngjallin të mirën të njerëzit e tjerë, na ndrojnë ditën, na bojnë me vlerësu dhe vetën edhe tjetrin, edhe me kuptu që në fakt jeta botë e mirë, najherë dhe në momentet më të vështira prej që të nesaneve të vogla. Patjetër, unë mendoj që Prishtina ka shumë njerëz të mirë, aq më tepër që ndoshta nganjëherë në rrjetet sociale tash është një hapësirë shumë e madhe ku ndoshta i shohim pak ata që janë e ka një farë potencë ose e ka një farë nuk e di unë
një influencë që duhet veç me kritiku. Megjithatë unë mendoj që edhe Prishtina dhe Kosova ka shumë njerëz të mirë. Se na kritik kur themi, mendojmë që kritika është diçka negative. Jo, po kritik nuk kupton mendim mbi një çështje të caktuar. Dhe ajo mund të jetë pozitive, mund të jetë edhe neutrale, mund të krijon një platformë interpretative mbi një diçka të caktuar që nuk është as më e mira as më e keqja, por është një mendim mbi një produkt caktuar ose një fenomen caktuar dhe mund të jetë edhe negative. Te ne fokusi që veç gjana të këqija me I fol, qoftë në media, qoftë në radio, qoftë në platformat sociale, qoftë edhe në hapësirë publike, në për kafe, ka kriju zemrim të jashtëzakonshëm, I cili ka dal pak prej kontrollës. Dhe me thonë drejtën, kjo nuk I ban, nuk është shnetshëm për kërkan. Nuk është e shnetshme kjo. Edhe kjo prodhon veç paterna të sëmura, edhe mandej na vim te pjesa e rëndësisë së shëndetit mendor, sepse kur ti ekspozohesh çdo ditë, për ditë, pit mëngjesi deri mbrëmje në çdo lloj komunikimesh, ato të afektojnë. Ti mundesh edhe me zgjidh mos me u përfshi, po megjithatë kur ti ton ditën lexon edhe nin veç si sene, normalisht që kanë me të afektu. Po unë besoj te njerëzit e mirë. Edhe besoj që njerëzit e mirë, sado që e kanë pas të vështirë ndonjëherë në procese të caktuara kulturore, politike, historike, kanë guxu edhe e kanë bën ndryshimin. Kështu që demokracia ka një të mirë që krijon hapësirë dhe mundësi për të gjithë. Masa vendos, domethënë sasia e njerëzve dhe vullnetit vendos se kush ec e kush jo, por në fund janë njerëzit brenda asaj mase të cilët duhet me bu diferencën. Patjetër. Veç grupet e vogla, njerëzit që kanë shku kundër rrymës në herë e kanë bu diferencën, kështu që unë besojnë që ato. Eliza, ishte kënaqësi e veçantë që të kishim sot pjesë të edicionit më të ri të emisionit Akustik Night. E di që mundemi me folë shumë gjatë, për shkak se nuk e dia kemi pas punë më pak unë e ti se sa sonte. Për shkak se Eliza. Më ngër bukë edhe. Po. S'pas ke humbur ditën po më duk. Jo për hongra në ora 6 po çaj, edhe kur pesh që ta më të tona. Seriozisht, faleminderit shumë prej zamrës, në emër gjithë stafit që ke marrë mundimin edhe ke qenë pjesë e edicionit sotëm të emisionit Akustik Night. Kemi pas edhe shumë figura tjera, dhe të viteve 80-ta, 90-ta dhe gjeneratës kur ju keni performu. Është një kënaqësi e veçantë kur ju kemi, për shkak se për juve mësojmë shumë, po besoj që kanë më mësuar shumë edhe gjenerata tjera. Kemi cek shpesh herë që jeni njerëz shumë modest. Dhe jeni njerëz shumë të thjesht, saqë është shumë kënaqësi dhe jemi shumë të lirë kur komunikojmë me ju. Kështu që po shpresoj që projektet kanë marrë shpejt. Uroj. Ato vinë, dalin. Ama sa interesant është kur vinë këta këngëtarë të ri, ku të shojnë këtë vend e ashtu ku ka ullë Eliza, për të ullë unë. Jo, po, kanë thonë. Kanë thonë për tjerë, për garantë edhe për ty kanë me thonë. Hajtë bre se s'ka lidhje. Me kryt. Ja, po, një me po. Ka ndodhë. Eliza, faleminderit shumë. Një mesazh të fundit, edhe pse nuk mirëmi me politik, po të pyes, a keni njetë me buat kuvenda ose me plast? Tash duhet me këthy krejtë kështu në seriositet. Shkurt. Jo, veç që problemi është që nuk është, Chelsea nuk është në dorën tonë. Po, patjetër. Thjesht kuvendi është fut në një proces rrugëqore, në një proces jo ligjor, dhe sepse forma e votimit nuk mundet me ndryshu në proces, përcaktohet në fillim, është votimi mbyllur, është I hapur. Fakti që është ndryshuar proces, ne kemi hyrë në një proces jo ligjor, cilin ne kemi refuzuar me votu, e kemi dërguar në kushtetuese kërkesën për me verifiku procesin si të tillë, dhe është e pamundur ne me votu, ne, flasi partitë dikush në opozitare, mbi diçka që ne kemi kërku interpretim ligjor dhe mendojmë që është proces jo ligjor. Kështu që Chelsea është në dorën e zotrit Kurti, nëse dëshiron, ai mund ta kthejë në pikën 0 procesin dhe ta rekomandoj dikë tjetër. Unë besoj që të gjitha partitë ja kanë dhënë një opcion përveç LDK-s. Nisma e ka bërë të ditur që nuk e voton zonjën Haxhiu dhe mund ta votoj këdo tjetër, që nën kupton që është një derë e hapur për zotrin Kurti. Aleanca ka propozuar 2 gra të tjera si opcion, jo si detyrim,
por që nëse zotri Kurti dëshiron t'i ketë votat e aleancës, e ka një dirë të hapur përsëri për bashkëpunim, dhe po ashtu ne, kryetari ynë në takimin që e ka pasur më herët, i ka thënë që këdo që e vendos nga 40 deputetët, përveç 8 të cilët kanë qenë dikur në qeveri si ministra, 40 të tjerë zgjedhë këtë duash ne ta votojmë. Kështu që zotri Kurti ka 3 dyert të hapura nëse dëshiron me zhblloku situatën dhe me hec përpara. Arsyeën e di ai pse e ka blloku kuvendin, e dim edhe ne, sepse po vazhdon, domethënë në mënyrë ligjore me ushtru detyrën si kryeministër dhe thjesht në një kontekst ku nuk ka llogaridhënie, sepse ne në kuvend kërkojmë llogari prej qeverisë, kuvend nuk ka, llogaridhënie nuk ka, dhe kjo është në dëm të taksave të qytetarëve të Kosovës. Hapësirë për abuzim paras publike ka mjaftueshëm, por pyetja ime vetëm mbetet si ka mundësi një person i cili ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e fundit, i ka të gjitha predispozitat për ta shtyrë procesin përpara, preferon më shumë të jetë kryeministër në detyrë ilegalisht se sa të krijojë qeverinë e re dhe të ecë përpara, domethënë në mënyrë legale, sepse është fituesi zgjedhjeve. Kështu që kjo është pyetja që besoj duhet me abo edhe zotrit Kurti dhe me gjetë përgjigjen pse ai e bën këtë gjë. Është hera e parë që unë e kam një deputet faktikisht në emision, kështu që asnjëherë s'kam bërë pyetje politike, është pyetja e parë që e burra. Ai po vetë ju energjia kthej në seriozitet, sepse unë i marr me shumë përkushtim rolin tim. Ja, unë jam vetë që një kapel e çestitëm. Më herë dhe përgjithësia ndryshon edhe normalisht sepse kjo është tjetër rol. Patjetër. Eliza, unë deshta me mbyll, po Hyseni më ka folë shumë edhe për një preferencë tuane muzikore që ki një këngëtare, faktikisht ka qëllua, po jo, është Madonna, po. Po, Madonna më ka pëlqy gjithë. Do shta ju shumë për vokalin e saj, sa më ka pëlqy për si gru legjendare, do me thonë që ka qenë, ikonike, e cila e ka përdor muzikën dhe krimet e saj për me thy tabu, për me shty kufi, për me përfaqësu njerëz pa përfaqësum, dhe menoj që këtë punë e ka bo jashtëzakonisht mirë. A është inspirimi yt? Po ka qenë, unë ka pëlqyer gjithë, nuk është veç që ajo, më ka pëlqyer edhe këngëtare tjera, disa i kam dëgju për mënyrën qysh interpretojnë, disa të tjera për mënyrën qysh mendojnë, për shembull Madonna më ka pëlqyer për mënyrën qysh ajo i ka konceptu produktet e saj, albumet e saj, domethënë, edhe i sa ka dalë një album i saj i mirë, ti ke thonë çka ka me bë. Herën tjetër ajo u shku në Japoni me bo albumin tjetër ose më thonë non stop ka bo sene tjera, e ka shty një hap para, edhe është ka qenë kështu mendime, ka pas mendime të shoshitur në brenda projekteve të saj, edhe prandaj më ka pëlqy, po më ka inspiru, normal, ka inspiru. Liza, falenderit shumë, s'po të lodhi më shumë falenderit që ishe pjesë e edicionit sot. Sko. Mos mbetet gjove dhe me i falenderu sponsorët ta Melodia PX, Frix edhe Peperifik. Por, mos të harojmë se të dielën, e kam obligim me thonë që të lajmë, të dielën mbahet koncerti i Tony Drum Studio për herë parë të shkollës së baterive në Ferizaj që është hapur. Unë e kam me performu të dielën atje, kështu që jeni të mirë se ardhën në Amadeus. Falenderit shumë gjithë ju që qëndruat me ne. Ju vazhdojnë të jeni në frekuencën 102.2, pas pak minutash do të keni edicionin më të ri të emisionit Talk About Gold. Ne do të takohemi përsëri javën tjetër të ejtën e ardhshme, duke filluar nga ora 19:30 në edicionin e radhës të Acoustic Night. Deri atëherë mirë mbështje, tung tung. What?